Juglindja e vendit është zgjuar në mbushtetin e rresheve të Dëborës. Nëse para disa ditësh temperaturat në Korçë shënuan 23 gradë Celsius, ditën e sotme moti ka bërë kthesën, duke i ulur temperatura deri në -7 gradë. Rreshet Dëbore kanë në të gjashta qytetet e Juglindjes, ndërsa në lartësitë mbi 1000 metër, Dëbora ka shkuar deri në 7 centimetra. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, të gjitha akset nacionale janë pastruar dhe kriposur, ndërsa deri më tani nuk janë paraqitur probleme në qarkullim. Mëngjesit, në gjithë qarku Korçës është përfshirë në rreshet Dëbore. Kjo ka variuar nga 2 cm në fushë dhe deri në 7 cm në pjesën e dardhës, 1600 metra. Drejtoria e rajonit Qendërlidhje ka marrë masa për pastrimin, kriposjen e të gjitha akseve rrugore. Aktualisht ka rreshje Dëbore të lehta, qarkullimi vazhdon normal në të gjitha akset, janë pastruar, janë kriposur, të gjitha kompanitë janë nga gatishmëri me stafet e tyre për çdo situatë në vazhdim. Sektorët e shërbimeve publike në Bashkitë Përkatëse shprehen se nuk ka pasur probleme me bllokimin e akseve rrugore rurale, ndërsa nga operatori shpërndarjes energjisë elektrike po punohet në disa fshatra të thellë në Mokër dhe Moglic për rikthimin e energjisë elektrike.